Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Të gjithë më quajnë kurv, ndërkohë që unë jam akoma e virgjër. Nuk e di saktësisht kur filloi, ndoshta në gjimnaz, ndoshta edhe më herët. Kur pash për herë të parë veten time në pasqyrë, kuptova se isha pak më e pjekur fizikisht se vajzat e tjera. Nuk isha bërë asgjë, thjesht ekzistoja. Por në vendin ku u rita, mjafton vetëm kjo që njerëzit të nisin të shpikin histori për ty. Unë quhem Gjesi, jam 26 vjeçe tani, por e gjithë rinia ime është e lidhur me një etiket që nuk e kam zgjedhur kurrë. Kurva e lagjes. Nuk e harroj asnjëherë ditën e parë që e dëgjova me veshët e mi. Isha vetëm 16 vjeçe kur kalova pranë disa djemve të lagjes që më shikonin me sy të shtrëmbër dhe qeshnin mes tyre. Nuk i kushtova rëndësi derisa njëra nga vajzat më tha me zë të ulët: "Gjesi, nuk të vjen turp që del natën?" Mbeta pa fjalë. Unë, e vetmja vajzë që s'kisha dal kur pa lejen e prindërve, e vetmja që nuk isha kapur kur dorën e një djali, ajo natë ndryshoi shumë gjëra për mua. Shkolla u kthye në ferë, sa herë hyja në klasë djemt fishkëllenin, vajzat nxitonin të largonin çantat sikur thjeshtëria afër tyre ishte turp. Unë nuk flisja, nuk mbrohesha, mendoja se heshtja do t'i qetësonte. Por në fakt, heshtja nuk i qetësoi. Sa herë që një djalë më shihte në rrugë, njerëzit shpiknin historira. Thoshnin se dilja natën me makina, merrja dhurata, u premtoja të tjerëve gjëra për vëmendje. Ndërkohë unë isha duke mësuar, duke lexuar libra, duke ndihmuar timat që kishte shëndetin e dobët. Thjesht jetoja. Por cila është ironia më e madhe? Unë isha akoma e virgjër. Jo për ndonjë arsye fetare ose presion nga dikush. Thjesht nuk isha gjetur një person që të më respektonte. Të gjithë më shikonin si një histori të gatshme për të treguar dhe jo si një njeri. Kur u rita dhe shkova në universitet, mendova se gjithçka do të ndryshonte. Por fama më kishte ndjekur, tamam si një hije. Njerëz që nuk më kishin parë kurrë nga afër flisnin sikur më njihnin gjithë jetën. Njëri më tha: "A, ti je Gjesi, kam dëgjuar gjëra për ty." Gjithmonë e njëjta fjali, i njëjti ton, i njëjti gjykim. Për një kohë të gjatë fillova të besoja çfarë thoshnin të tjerët. Fillova të urreja veten, të shikoja trupin tim si një faj, të mendoja se ndoshta duhet të ishta ndryshe. Të vishesha më pak, të flisja më pak, të isha më pak. Por në një moment thjesht u lodha. Mbeta vetëm me të vërtetën time. Askush nuk dinte asgjë për mua. Askush nuk ishte të drejtë me etiketonte. Askush nuk e kishte fituar privilegjin të fliste për trupin tim. U betova me veten se nuk do lejoja më asnjë njeri të më përkufizonte sipas fantazive të tyre. Sot në moshën 26 vjeçare, jam akoma e virgjër. Jo se jam e frikësuar, jo se jam naive, por sepse dua ta ndaj me dikë që e meriton. Dikë që më shes si njeri dhe jo si thash e them. Përsa i përket atyre që më quajnë të tillë etiketimi, nuk kam më forcë të humbas, nuk kam më kohë duke i bindur të kundërtën. Sepse me kalimin e kohës kuptova një gjë të madhe. Njerëzit flasin sepse nuk kanë histori për veten. Kështu krijojnë një histori dhe kanë me çfarë të merren. Dhe unë, më në fund, po them historinë time pa zërin e askujt tjetër.